momentin që ti e mshel derën e shtëpisë edhe je vetën në shtëpi ose je vetën me një vend, prej momentit kur ti je vetën deri në momentin kur ti bashkohesh me dikon, ruaju se kur e ke mshel derën e shtëpisë, aty ka fillu provimi për ty. Aty ka fillu provimi hak për ty. Tash teston Rabbul Alamin se kush je ti. Tash vrehesh se a punon për njerëzit apo punon për Allahun Azza wa Jall. A falesh për njerëzit apo falesh për Allahun Azza wa Jall. A lexon Kur'an që me të pa njerëzit apo që me të pa Allahu Azza wa Jall që je duke lexu. A ruhesh prej harameve që mos me të pa njerëzit apo hak je të ruajt prej harameve që mos me të pa Allahu Azza wa Jall. Do me thonë, kur je vetën, ruaju se është kohë e provimit. Gjatë kohës kur je vetën, ki shumë kujdes. I thot Allahu Azza wa Jall Muhammedit alayhi salam, ti u atërhek vrejtjen atyne që pasojnë shpalljen. Wa khashya ar-Rahman bil ghaib. Edhe ka frikë për Rahman, për Allahu Azza wa Jall kur është vetën. Kur është msheft se sheku kush. Përveç Allahut Azza wa Jall. Kur kush nuk e sheh, kur kush nuk e nin, ka frikë vetëm Allahun Azza wa Jall. Kështu që kujdesu musliman, përmend Allahun shumë kur jeni vetën. Madhron Allahun Azza wa Jall shumë kur jeni vetën. Këshilla jam kur je vetën, puna sa të mosh pe punëve të hajrit ose pusha. Këshilla jam është kjo. Puna, lexo, falo. Puna, krye një punë, s'ki kur gjë pusha. Kaq është këshilla jam. Si vlla, si motër po tham, je vetën. Puna sa të mojsh, kry punë që ki, lexo, falo. Bashka të mojsh prej punëve të hajrit, s'ki ma mos ja lë shejtanit asnjë moment mes teje edhe tina. S'ki ma punë, s'ki obligime, pusha, flaj, pusha. Është ma herë. Mbrami mund shmuqu me lexu apet, ose nëse u ka nata, nesit je shumë ma i pushu shumë për punën tane. Mos leko për shejtanin. Ki kujdes. Elusëm Allahun Azza wa Jall me na fal.